Gjatë vitit 2025, reparti pediatrisë në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza në Gjakov ka ofruar shërbime të vazhdueshme shëndetësore për fëmijët, duke reflektuar përkushtimin dhe profesionalizmin e stafit mjekësor dhe infermieror. Në këtë periudhë janë realizuar 9602 vizita ambulantore, 1646 hospitalizime, 362 konsulta specialistike, si dhe 39 transferime drejt qendrave terciare ÇKUK. Për nevojat diagnostikuese janë kryer 1447 analiza laboratorike biokimike, 388 analiza mikrobiologjike dhe 210 ekografi abdominale, ndërsa janë realizuar edhe 12 ekzaminime EKG. Po ashtu është siguruar trajtimi i vazhdueshëm për pacient me hemofili me dhënje të 942 dozave të faktor 8 dhe 28 dozave të faktor 9. Reparti pediatrisë vazhdon të jetë një shtyllë rëndësishme kujdesit shëndetësor për fëmijët e rajonit të Gjakovës, duke punuar me përgjegjësi, humanizëm dhe përkushtim maksimal.